Me keqardhje them se nuk shon ndonjë dritë jeshile për zgjidhjen e këtij problemi. Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballet sot teatri për fëmijë në funksionimin e tij të përditshëm? Do të thënë Laura ka vendosur ta fillojmë me sfida, me ankesa. Patjetër. Teatri shqiptar për fëmijë dhe të rinj, tani e dim se jemi një teatër shqiptar 6 vjet, mirë po si sfidë më e madhe dhe si problem më i madh paraqitet çështja e objektit. Ky teatr funksionon në një objekt, në këtë sallë, kjo salla që është, mirë po ky objekt nuk është në punësi të teatrit tonë, është në punësi të Bashkisë Fetare Islame. Këtu lindin këto problemet që seriozisht e vështirësojnë punën. E them këtë sepse ne nuk kemi të themi një marrëveshje zyrtare, nga ana tjetër marrëveshja nuk kemi ne pala si teatër që mund ta bëjmë marrëveshjen me Bashkisinë Fetare Islame, po është Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Si pasojë e kësaj mungesës ndërmjet Ministrisë Kulturës dhe Bashkisë Fetare Islame, ne po hasim në vështirësi të shumta, gati se funksionojmë në kushte minimale. Sepse si pasojë e mungesës së asaj marrëveshjes, ne për shembull nuk kemi mjete për shpenzimet mujore. Dhe te shpenzimet mujore kam fjalën të themi rrym, nxemja qendrore, ato tjera komunale. Dhe kjo shumë e ka vështirësuar punën sepse tani ne jemi të shkyqur nga nxemja qendrore dhe kjo e bën që teatri jon që ka një interes shumë të madh nga vizitorët, qofshin nga fëmijët, qofshin nga prindërit, qofshin nga shkollat, teatrin tonë e bën të funksionojë në mënyrë sezonale. Ne kemi Laura një boshllëk të themi në sezonin e dimrit ku për shembull ne nuk kemi funksionuar as në janar, as në shkurt, të themi me produksionin e shfaqjes, nuk kemi pasur repertor, madje edhe në mars, kemi filluar në fund të marsit, pra kemi pritur të ngriten temperaturat që ne të mund të japim shfaqjet tona, sepse nuk është fort e këndshme që të vinë fëmijët edhe salla mos jetë e ngrohur. Kemi pritur dhe tani kemi marrë atë hovin e madh që sado kudo ta kompenzojmë atë mungesë që kemi pasur në këta muaj. Dhe kjo është arsyeja që për shembull kurse nga ana tjetër ne si të themi si administrat ne kemi funksionuar, por ne vëdim se kush është veprimtaria e base e këtij teatri, veprimtaria e base e këtij teatrit është që ne vetë japim sa më shumë shfaqje për fëmijët. Dhe kjo ka bërë që për shembull të lehtë anësh ose të vendohet në pauzë ajo pjesë, kurse punët tjera birokratike kanë shkuar ashtu siç duhet, sepse ne funksionojmë në zyrat që I kemi lart. Vështirësi tjetër është se për shembull si pasojë që ne nuk e kemi ky objekt nuk është në pronësinë tonë edhe ne në një farë mënyrë e kemi të vështirë ose akoma edhe më keq nuk arrim edhe të themi të bëjmë një projekt, një kërkesë për renovim të këtij objekti, sepse meqenëse nuk është në objektin tonë, edhe madje duket e parealizueshme që neve të bëhet një renovim, se ky teatr ka edhe pjesën e poshtme, bodrumin, që është mëse nevojshme për gjithë stafin. Ne tani më këtu jemi bërë 35 vetë, është administrativ, është sektori teknik, është sektori artistik. Dhe sinqerisht për shembull nuk është as pak dinjitoze që neve të kamuflojmë vende për aktorët tonë, qofshin ato garderoba, kremiorna, ose një qoshk ku mund të rregullohen, ose një qoshk ku mund të relaksohen para shfaqjes, ne këto qoshe, këto vende të vogla nuk I kemi as pak, sepse bodrumi një kohë kur kanë qenë para disa viteve këtu në Shkupurisin disa vërshime pak më të mëdha, ka hyrë ujti dhe pjesa e poshtme e bodrumit është, si më thënë, është totalisht jashtë funksionit. Vështirësohet puna sepse tani më nuk jemi ne pak edhe aktorët detyrohen të gjejnë vende, të vishen të themi në kabinën e tonistit ose ndriçuesit, ose edhe më keq edhe në tualet, ose unë me që jam aq zemërgjer, tham urdhroni edhe të zyra ime, sepse unë vetë jam aktore edhe është ajo, si më thanë, është ajo pjesa që më mundon më së shumti.
kërkesat nuk janë dalur për ta zgjidhur këtë problem. E kam thënë gjithandej, e kam diskutuar gjithandej, jam në diskutime, jam në takime, por nuk është se jam duke parë me keqardhje, them se nuk shoh ndonjë dritë jeshile për zgjidhjen e këtij problemi. Zgjidhja vetëm e këtij problemi do ishte të themi një objekt tjetër ku ne mund të shkojmë, të themi një objekt që është jashtë, është bosh, është jashtë funksionit dhe ne në një farë mënyre ta rregullojmë të jetë me një skenë, me sallë, me zyra, ose ajo tjetra që më duket shumë në një ardhmë të largët, duke parë se si funksionojnë punët, është të themi një kurth themel për teatrin e fëmijëve. Unë vazhdimisht e them, teatri i fëmijëve nuk është, si më thënë, nuk është një luks, është i domosdoshëm për fëmijët. Unë them, nuk kërkoj Disneyland, po e kërkojmë aq më tepër kur jemi teatri i vetëm shqiptar që funksionojmë në Maqedoni, duke filluar nga Kumanova të themi edhe deri poshtë në Strug, në Ohër. Dhe si teatr që është më së i domosdoshëm për fëmijët, ku ata vinë edhe kënaqen edhe e shijojnë në maksimum, përjetojnë magjinë e teatrit dhe ne të hasemi me kështu probleme është, si më thënë, e pa tolerueshme. Unë e dua teatrin, gjithë ta njerëz që punojnë këtu e duan teatrin, e bëjnë me qefin më të madh, por kishim dashur që të na kthehet në një farë mënyre me këto kushte. Vërtet jemi me kushte minimale dhe duam që, si më thënë, është koha e fundit ku seriozisht edhe ata që janë në pozita më të larta duhet të mendojnë pak më shumë për fëmijët, pra për, si më thënë, për shoqërinë e ardhshme. Fillon edukimi, fillon edhe në teatr. Kështu aq më tepër me temat që i trajtojmë neve, do të thënë, teatri e ka anën magjike, e ka anën argëtuese, por e ka edhe anën edukative. Po, cilat janë projektet e radhës për shfaqjet për të rinj dhe fëmijë? Për shkak këtyre problemeve që i përmenda, realizimi i programës nuk ka munguar. Ne për këtë vit 2026, do të thënë, kemi për të realizuar 4 projekte. Tani jemi në rrjedha me projektin që po realizojmë, që po mbajmë prova, është shfaqje për të ri, quhet Pa të nesërme dhe është adaptim i tekstit origjinal, zgjimi i pranverës nga Frank Wedekind. Këtu regjisorja ka bërë adaptimin edhe regjin, edhe si më thënë, sepse ai tekst, edhe pse është, të themi, 1890-s, kur është shkruar, temat që trajtohen në atë tekst, ne me një modifikim paksa më të vogël, ende funksionon dhe ende është aktuale. Kjo është shfaqje që po bëjmë neve tani, që jemi në prag të premierës, është shfaqje për të ri dhe këtu në këtë shfaqje, Laura, trajtohen 3 tema kryesore. Si temë e parë që mund të përmend është, do të thënë, ka të bëjë me atë kur tek të rit fillojnë ato impulset e para seksuale, edhe kur fillon edhe hamendësimi i tyre njëkohësisht në kërkim të identitetit të tyre, kush jam, çfarë dua, çfarë kërkoj, çfarë besoj, ku besoj, këto gjërat. Kjo është si temë e parë, domethënë, që paraqitet. Pastaj si temë e dytë është që e trajtojmë në shfaqje është mungesa e edukatës seksuale, ku ne për fat keq shumë gjëra i quajmë tabu, mirë po me pa të drejtë dhe harrojmë se këto tabuja mund na çojnë, mund na dërgojnë edhe në pasoja paksa më të rënda, por edhe në pasoja fatale. E prekim edhe këtë temë sepse madje themi, dhe kjo është arsyeja sepse fëmijët tanë të shumtën e rasteve, për shembull, edhe kur pyesin, ne qoftë si prindër, ne heshtim duke menduar se diçka është turp ose është e pamoralshme. Jo, nuk është e pamoralshme, nuk është turp të tregojmë edhe të prekim disa tema. Edhe kjo është ajo që, për shembull,
pak a shumë e kemi prekur edhe që ta vëmë në pas, se për shembull ka ardhur koha që fëmijët të marrin informata nga burime të sigurta, sepse nga ana tjetër neve kemi edhe anën të themi kemi edhe botën e rrjeteve sociale, kemi atë digjitale, mirë po aty fëmijët tanë thithin ose marrin çdo gjë as pak të filtruara dhe a jemi të sigurt se përgjigjet që i kërkojnë në internet janë ato përgjigje që duhet i marrin fëmijët? Jo. Edhe kjo është ajo ku bëhet dëmi i dyfisht, sepse pak a shumë është ajo bariera, si të themi në raport prindër-fëmijë. Nuk duhet të ekzistojë kjo barierë, duhet të thyhet edhe duhet të fliten gjërat hapur, që ai fëmijë të nesërmen të jetë i lirshëm të diskutojë çfarë do lloj teme me prindërit. Dhe si temë e tretë, po ashtu edhe në këtë shfaqje është ai presioni retroaktiv i vazhdueshëm, qoftë nga shoqëria, qoftë nga prindërit. Prindërit ndonjëherë harrojnë për shembull se çfarë prirjesh kanë fëmijët e tyre dhe pritshmëritë i kanë shumë më të larta i kërkojnë tek fëmijët, por harrojnë të pyesin veten e tyre, ndihet mirë fëmia në atë që kërkon ti si prind? Është e afërt me atë, duhet apo duhet të foksohet diku tjetër. Dhe kjo është një presion retroaktiv që për fat të keq edhe në shfaqjen tonë, si më thënë, e dërgon edhe me pasoja fatale që janë shumë të rënda edhe për prindërit, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Jemi munduar t'i gërshëtojmë këto gjërat bashkë me regjisoren, vazhdimisht që e kemi folur edhe në prova, por po ashtu edhe me kastën tjetër të aktorëve që marrin pjesë në këtë shfaqje. Po ashtu, tani me që e përmendëm programën vjetore të teatrit të fëmijëve, ne për këtë vit kemi në plan të realizojmë 4 projekte, kemi filluar me shfaqjen për të ri, me njëherë mbas premierës, me 20, neve vetëm se e kemi pasur takimin e parë me aktorët për shfaqjen e dytë, e cila shfaqje tani më është për fëmijë, në regji të Ibër Dearit. Pastaj nga fundi i gushtit fillojmë me shfaqjen e tretë, po ashtu duhet shpejtojmë edhe me shfaqjen e 4, se përmendëm pak më herët që mos na zej ai acari madh që e kemi si sfidë kryesore dhe si problematikë kryesore në këtë teatër.